Më ka dërguar disa mesazhe flet vllai shqiptarit që u gjeti varur në tabelën rrugore në Belgjik. Redi Halilaj, vllai i shqiptarit Bekim Halilaj, i cili u gjeti varur në një tabelë rrugore në Belgjik, ka folur në një emision. Ai tha se vllai i tij nuk është vrarë, por ka marrë jetën e tij për shkak të depresionit. Po ashtu Halilaj tha se 29 vjeçari i ndjer nuk ka patur lidhje me grupe kriminale apo trafik droge, siç përflitet në media. Kjo ngjarje nuk ka lidhje fare me ato që përfliten në media, nuk e dim çfarë problemesh ka patur, vetëm ai ka ditur. Ai nuk e ka dhënë veten, por mesazhi që ka dërguar na ka lënë të dyshojmë se shkaku ka qenë vetëm depresioni. Mua më ka dërguar mesazhe edhe kushëririt. Unë ju lutem mediave të mos na traumatizojmë sepse po merrem vetë me këtë situatë. Nuk ka patur lidhje as me drogë dhe gjëra të tjera, është vetëm për shkak të depresionit. Kjo është vetvrasje, fatkeqësisht, në trup nuk kishte as shenja dhune, ka thënë ai.